Rreth 90% e kantierëve të ndërtimit të kontrolluara në Tiranë kanë rezultuar me probleme që lidhen me sigurinë teknike. Të dhënat vijnë nga kontrollet të ndërmarra nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, IKMT, i cili ka nisur një fushat të gjerë verifikimesh në kryeqytet dhe paralajmëron se aksioni do të shtrihet edhe në qytete të tjera të vendit. Deri tani janë kontrolluar 70 objekte ndërtimi dhe bilanci është domethënës. Në shumicën ndërmuese të tyre janë konstatuar mangësi në kushtet e sigurisë për punëtorët dhe specialistët. Me pak fjalë, ndërtesat ngrihen me ritme rekord, por duke se elmetat, rrjetat mbrojtëse apo standardet e sigurisë shpesh mbeten detaje të harruara në projekt. Sipas kryeinspektorit të mbrojtjes së territorit, Afrim Qendro, siguria në kantiere duhet të jetë prioritet. Veprimi parë të fillonte nga siguria në kantier. Qofse ne sot kemi në Tiranë rrotull me 150 leje që ndërtohen, që zhvillohen, Tirana është një qytet me rrotull 1 milion banor, duhet të jenë harmoni. Kontrollet nuk janë kufizuar vetëm në kryeqytet. Inspektorët janë zhvendosur edhe në Golem, një nga zonat me intensitet të lartë ndërtimi në vend, ku verifikohen kantieret për respektimin e rregullave. Sipas IKMT-s, për çdo kantier ku konstatohet shkelje, lihen detyra me shkrim dhe subjekteve, u jepet një afat 10 ditor për të përmbushur kushtet e kërkuara. Pra, ndërtuesit kanë mundësi të korrigjojnë harresat e tyre nga ato që lidhen me sigurinë bazë e deri te standardet teknike që në teori duhet të ishin respektuar që në ditën e parë të punimeve. Qasja e inspektoriatit të jetë një organ inxhinierik bashkëpunues dhe bashkëveprues, jo një organ represiv. Në momenti që mbaron faza e parë e këtij kontrolli, ne do rikthehemi mbas 10 ditësh. Nëse biznesi i ndërtimit i ka plotësuar kushtet, gjithë kjo dosje quhet e mbyllur. Institucioni ka hartuar gjithashtu një plan të detajuar pune me grupe të ndara inspektimi dhe me arkiv elektronike për çdo dosje kontrolli, ndërkohë është paralajmëruar edhe një tjetër standard. Inspektorët që nuk zbatojnë rregullat ligjore, përfshirë identifikimin me badge dhe uniform, nuk do të jenë më pjesë e IKMT-s. Ndërsa kontrollet vijojnë, shifrat e deritanishme tregojnë një realitet jo fort të panjohur për qytetarët. Ndërtesat mund të ngrihen shpejt, por siguria në kantier shpesh mbetet pas ritmit të betonit.